Sot rreth orës 9 në rrugën regionale Tetov-Volkovi në fshatin Bërvenic ka ndodhur aksident komunikacioni mes një furgoni Mercedes me regjistrim të Tetovës, e drejtuar nga 51 vjeçari MR nga Blaca dhe këmbësorit të G 76 vjeç nga Bërvenica. Në aksident këmbësori ka marrë lëndime trupore dhe me një vetur tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku pas marrjes së ndihmës mjekësore është dërguar menjëherë në klinikat e Shkupit. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij rasti. Mbrëm 10 minuta pas mesnate, tetovarët JA 24 vjeç dhe XO 35 vjeç kanë kryer vjedhje në një kiosk në afërsi të Spitalit Klinik të Tetovës, pronë 44 vjeçarit BG nga Reçica e vogël. Hajnat me forcë kanë hapur mbrojtësen prej metali, kanë hyrë brenda dhe kanë marrë 4500 denar, 10 SIM kartela me nga 100 denar dhe telefon celular. Alarmi që ka qenë instaluar menjëherë është aktivizuar me çrast nga 2 persona të sigurimit është kapur GO dhe pas arritjes së pjesëtarëve të sektorit për punë të brendshme Tetov, në objekt është gjetur edhe JA. 2 personat janë arrestuar dhe në konsultim me prokurorin publik, ata janë mbajtur në stacionin policor në Tetov. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij rasti. Dje rreth orës 13 në atarin e fshatit Leshnic është takuar 49 vjeçari NZ nga Zhelina, i cili në veturën Suzuki pa regjistrim ka ngarkuar drujt të cilët i kishte prerë pa leje. NZ pasi kishte vërejtur policin ka tentuar të futet në veturë dhe të ikë. Megjithatë menjëherë është ndaluar, është arrestuar dhe dërguar në stacionin policor në Grupçin. Vetura me drujt më vonë janë dorëzuar në policin pyjore, përderisa NZ është liruar dhe ndaj tij do të ketë padi adekuate. Dje rreth orës 2:45 minuta në Spitalin Klinik të Tetovës është sjell 17 vjeçaria nga Tetova në gjendje të dehur me lëndime në fytyrë dhe dhëmb të thyer. Sipas tregimit të saj dhe të shokëve të cilët kanë qenë me të, përderisa ka qenë duke ecur në rrugën e Ilindenit, është sulmuar fizikisht nga një mashkull i cili e ka goditur disa herë në kokë, ndërsa kalimtar të rastit e kanë dërguar në Spitalin e Tetovës për ndihmë mjekësore. Personi dyshuar për kryerje të sulmit është thirrur në stacionin policor në Tetov dhe janë marrë masa dhe aktivitete për zbardhjen e plotë të rastit, bën të ditur policia e Tetovës.